Moti i keq që ka përfshirë Lezhën që prej pasdites së të mërkurës ka sjellë probleme në lundrimin detar. Si pasojë e dallgëzimit të fortë dhe kushteve të paqëndrueshme atmosferike, autoritetet kanë ndalur përkohësisht lundrimin e mjeteve të peshkimit, pasi paraqet rrezik për sigurinë e mjeteve dhe të ekuipazhit. Sipas burimeve zyrtare, pezullimi i aktivitetit të peshkimit do të vijojë deri në përmirësimin e situatës meteorologjike dhe stabilizimin e kushteve në det. Autoritetet u bëjnë thirrje peshkatarëve të respektojnë masat e marra dhe të shmangin çdo tentativë lundrimi gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë, pavarësisht motit të përkesuar, deri më tani nuk raportohen problematika në territorin e Lezhës, as dëme materiale apo rrezik për banorët. Instituti i Gjeoshkencave ka paralajmëruar se situata e motit të keq do të vijojë edhe gjatë ditës së njëjtë me rreshje intensive shiu të parashikuara në qarqet të Vlorës dhe Gjirokastrës. Po ashtu, rreshje lokale dhe të dendura priten edhe në qarqet e Shkodrës dhe Korçës. Instituti i Gjeoshkencave ka këshilluar dhe kujdes të shtuar pasi rreshjet e shoqëruara me shtrëngata mund të shkaktojnë rënje gurësh, rrëshqitje dhe vërshime në zonat urbane, veçanërisht në qarqet Shkodër, Kukës, Durrës, Vlorë dhe Gjirokastër, në varësi të gjendjes së sistemit të kanalizimeve dhe terrenit. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të ndjekin njoftime zyrtare dhe të tregojnë kujdes në lëvizje, veçanërisht në zonat e ekspozuara ndaj përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të dherave.